Importet e mallrave të aksizës shënuan një rritje të fortë muajin janar në Shqipëri, duke reflektuar sipas ekspertëve kërkesën në rritje për këto produkte, pikërisht nga rritja e fluksit të vizitorëve të huaj. Të dhënat e Ministrisë së Financave referojnë se në janar të vitit 2025, importet e naftës shënuan rekordin e viteve të fundit, duke arritur në 53.250 tonë. Rritja e importeve të naftës lidhet me volumet më të larta të transportit dhe gjithashtu të ndërtimeve dhe investimet në infrastrukturë. Gjithashtu Shqipëria është në prag të zgjedhjeve parlamentare të majit, së cilat shoqërohen me rritje të injektimeve buxhetore ose lëvizje të tjera parash. Aktiviteti ekonomik dhe transporti intensifikohet në prag fushatash, duke nxitur edhe rritjen e konsumit të karburanteve. Nga ana tjetër, rritja e numrit të vizitorëve të huaj në fillim të vitit 2025 lajmëron kërkesën në rritje për karburant dhe mallra të sektorit mikpritës. Importet e kafes shënuan gjithashtu një rekord historik me 723 tonë vetëm në janar, duke u rritur me 99% në krahasim me janarin e vitit 2024. Burimet treguan se grosistët e kafes janë pritur të rrisin blerjet për të mbrojtur nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Baret dhe restorantet deri tani nuk kanë reflektuar një rritje të çmimeve të importit të kafes, por kanë paralajmëruar se do të ketë një ndryshim në pranverë ku edhe konsumi pritet të rritet nga turistët. Importet e birrës gjithashtu pësuan një rritje të lartë në janar. Sasitë që erdhën nga jashtë për tregun vendas ishin 35% më të larta se në janarin e vitit 2024. Rënjet e importeve shënuan si vjet vetëm cigaret, sasitë të cilave në janarin e vitit 2025 ishin 4% më të ulta se një vit më parë në të njëjtën periudhë. Rritja e aksizës ndaj cigareve besohet se ka frenuar sasitë e importeve.